Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ju del gjumi pa pritur natën në këto orare, ja çfarë duhet të bëni që të shpëtoni nga ky siklet. Zgjimi gjatë natës dhe paaftësia për të rënë sërish në gjumë është një shqetësim që prek shumë njerëzit. Në vend që të përjetoni edhe stresin në shtrat duke u munduar të mbyllni syt, ekzistojnë metoda efektive për të qetësuar mendjen dhe trupin që ju ndihmon që të rifilloni gjumin e mirë. Sipas doktor Robert Roundtree, specialisti i çrregullimeve të gjumit, momenti kur zgjoheni nuk do të jetë një arsye për stresin në shtesë. Ai këshillon që të mos detyroheni të qëndroni shtrirë në shtrat, veçanërisht nëse keni qenë 20 deri në 30 minuta pa arritur të riktheheni në gjumë. Kjo sjell vetëm tension dhe frustrim, duke bërë më të vështirë të ktheheni në gjendjen e pushimit. Një nga arsyet më të zakonshme që na zgjon gjatë natës është stresi i grumbulluar, mendimet për detyrat e pafundme dhe shqetësimet e përditshme. Këto mendime shpesh nuk merren parasysh gjatë ditës, por manifestohen natën kur hesht ambienti ose truri ka më shumë hapësirë për t'u aktivizuar. Në këto momente, doktor Roundtree sugjeron që të largoni vëmendjen nga këto mendime dhe të angazhoheni në aktivitete relaksuese që nuk stimulojnë sistemin nervor. Për shembull, ndizni një dritë të butë, lexoni një libër me përmbajtje të qetë ose dëgjoni muzikë relaksuese. Këto veprime mund të ndihmojnë në uljen e tensionit dhe të ndërpresin ciklin e mendimeve shqetësuese. Një paralajmërim i rëndësishëm është që të shmangni përdorimin e telefonit, tabletit ose ndonjë pajisje me ekran në këto momente. Rrjetet sociale, lajmet ose mesazhet ngjallin ankth dhe nxisin prodhimin e hormoneve të stresit, që e bëjnë më të vështirë rifillimin e gjumit. Përveç aktiviteteve të mëparshme, ekzistojnë edhe disa mënyra natyrale që mund t'ju ndihmojnë në të qetësoheni, si për shembull, një banjo e ngrohtë me disa pika vaj livando që ka efekte qetësuese, ndihmon edhe me relaksimin. Ushtrimet e thjeshta të frymëmarrjes së thellë, të cilat ndihmojnë në uljen e ritmit të zemrës dhe të stresit. Dëgjimi i zërave të natyrës ose muzikë ambientale që favorizon gjumin. Në fund të fundit, ideja kryesore është që të mos shihni zgjimin gjatë natës si një problem, por si një shans më të madh për gjumin dhe mendjen dhe trupin. Duke ndjekur këto këshilla, do të rrisni shanset për të rifituar një gjumë të qetë dhe cilësor, sidomos deri në mëngjes. Nëse natën zgjoheni në kohë të njëjtë ose megjithatë nuk mund të flini, zbuloni shkakun e vërtetë dhe mësoni se çfarë po ju dërgon trupi juaj këto sinjale. Nëse zgjoheni midis orës 23 dhe 1 pas mesnate, kjo mund të paralajmërojë këto probleme. Zgjimi në këtë kohë do të thotë që hani ushqime tepër të rënda dhe tepër të yndyrshme dhe se është koha që të ndryshoni edhe shportën e ushqimit. Gjithashtu zgjidhni në këtë kohë ushqime të cilat nuk ndikojnë në gjendjen tuaj të stomakut. Gjithashtu zgjimi në këtë kohë mund të thotë edhe që ne vetë i mbajmë emocione negative, si për shembull hidhërimi, zemërimi dhe gjykimi vetvetes ose i të tjerëve. Nëse zgjoheni midis orës 1 dhe 3 të mesnatës, trupi juaj tërheqë vërejtjen që do të ndryshoni ushqimin dhe zvogëloni pirjen e alkoolit. Gjithashtu zgjimi në këtë kohë është i lidhur me emocione negative, si për shembull hidhërimi, zemërimi dhe fajësia, për çka vështirë mund të relaksoheni. Nëse zgjoheni midis orës 3 dhe 5 para mëngjesit. Nëse zgjoheni midis orës 3 dhe 5, kjo mund të jetë shenjë se mushkëritja në tepër të ngarkuar me ajër të ndotur ose si shprehi, për shembull shprehia e pirjes së duanit, por edhe konsumi i ushqimeve të rënda. Gjithashtu zgjimi në këtë kohë është i lidhur me ndjenja, si për shembull pikëllimi dhe keqardhja. Nëse zgjoheni midis orës 5 dhe 7 të mëngjesit, zgjimi në këtë kohë mund të thotë që trupi juaj është dehidratuar dhe i mungon uji, por edhe ndjenja e padurimit, ndjenja e të qenit i paplotësuar dhe ndjenja e pasigurisë. Gjithashtu kjo mund të thotë që në jetë ju mungojnë ndryshimet, lëvizje dhe kujdesi për veten. Këto ndryshime nuk duhet të neglizhohen, por të adresohen edhe tek eksperti. Gjumi është një nga aktivitetet më të rëndësishme që ju mund të bëni, por secili nga ne ka zakone të ndryshme. Ka nga ata që zgjohen gjithmonë herët, ata që gjejnë veten me sy në tavan në mes të natës dhe ata që kanë të vështirë të flenë. Por janë të paktë ata që e dinë se këto detaje të vogla ndikojnë në jetën e përditshme. Ekspertja e gjumit, Olivia Arezelo, e cila shpjegon se çfarë tregojnë të gjitha këto zakone të ndryshimit për ju, veçanërisht kur ato bëhen edhe të çrregullta.
A i keni të vështirë t'ju zerë gjumi? Është e rëndësishme të eliminoni çdo burim drite nga smartphone ose kompjuteri kur dëshironi të flini. Në këtë mënyrë trupi prodhon melatonin duke u çlodhur ngadalë. Zgjoheni në mes të natës. Shumë njerëz ndodh që të zgjohen në mes të natës dhe nuk janë në gjendje të flenë përsëri për disa orë. Ky zakon mund të fshehë probleme të ankthit ose pamundësia për të shkëputur nga puna dhe problemet e përditshme. Arsyeja pse zgjoheni është shumë e thjeshtë. Stresi promovon prodhimin e kortizolit, hormonit adrenalin që ju mban zgjuar. Flini vetëm për disa orë. Shumë njerëz marrin sa më pak orë gjumë, të bindur se nuk kanë nevojë të pushojnë shumë për të ndjerë përsëri energjik. E vërteta është se ky është një zakon i gabuar. Privimi nga gjumi komprometon lobin frontal, atë përgjegjës për vendimarrje, gjykime dhe produktivitetin mendor. Keni ndjesi të re kur zgjoheni. Sidoqoftë, shumë veta ndjejnë edhe përgjumje pasi zgjohen, aq sa dëshirojnë të kthehen për të fjetur përsëri. Kjo mjegullim i trurit mund të vijë për shkak të disa arsyeve dhe kryesisht dehidratimit, përgjegjësisë kryesore edhe të kthjellimit të mendjes. Në këto raste, këshilla është që të pini më shumë ujë gjatë ditës. Zgjoheni dhe ndjeheni të çlodhur. Ata që zgjohen gjithmonë edhe ndjehen të pushuar dhe nuk janë vetëm një nga njerëzit më me fat në botë, por ju japin të gjitha provave që të flini si duhet është e mundur. Jepni përparësi kujdesit për veten, shmangni burimet e dritës nga dhoma e gjumit dhe pini çaj kamomili para se të flini. Është një mënyrë alternative e cila mund të ndihmojë gjithashtu edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Ka njerëz që zgjohen disa herë gjatë natës dhe kanë vështirësi të mëdha të mbyllin syt, ndonse nuk kanë asnjë shqetësim në pamje të parë. Ky çrregullim futet në kategorinë e pagjumësisë, po ka të bëjë kryesisht me vështirësinë për të qëndruar në gjumë, zgjimin e erpashershëm ose vështirësinë për të bërë një sy gjumë. Sipas të dhënave të Healthy Side, ky çrregullim prek më shumë gratë se sa burrat. Neurologët shpjegojnë se ky çrregullim shkaktohet nga disa faktorë. Disa prej tyre janë kërcitja e dhëmbëve, dhimbja e këmbëve, urthi, apnea e gjumit, garritja, fshikza hiperaktive, përdorimi i alkoolit dhe të tjera. Por sa orë gjumë ju nevojiten për shëndetin e plotë? Neurologët thonë se një i rritur ka nevojë për 7 deri në 8 orë gjumë. Sipas tyre, nëse flini më pak ose më shumë, atëherë rrezikoni seriozisht diabetin, sëmundjet e zemrës ose sëmundjet e parakohshme. Këto orë gjumi janë të rëndësishme për kujdesën dhe sistemin imunitar, oreksin dhe jetëgjatësinë. Por si të flini mirë dhe pa ndërprerje gjatë natës? Për të arritur këtë objektiv, njeriu duhet të tregohet i kujdesshëm dhe i vëmendshëm ndaj disa gjërave, në veçanti ndaj regjimeve ushqimore, pijeve dhe orarit të fjetjes dhe të zgjimit. Sa i përket ushqimit, ju duhet të mos jeni as të uritur as të ngopur përpara gjumit. Telashet me stomakun nuk ju lejojnë që të vini gjumë në sy. Hani 2 ose 3 orë përpara gjumit. Kafeja dhe alkooli duhet të shmanget tërësisht në mbrëmje. Vera mund t'ju përgjumë, por falsasive do të zgjoheni disa herë gjatë natës. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është celulari me të cilën duhet të ndaheni çdo mbrëmje e të bashkoheni në mëngjes. Njerëzit që zgjohen natën kaplohen nga ankthi, stresi sa herë që shohin orën. Akrepat lëvizin, por gjumi nuk vjen. Sipas Sleep Speaker, është e rëndësishme t'i rezistoni tundimeve për të parë orën dhe të fokusoheni tek frymëmarrja. Para se të shtriheni për të fjetur, shkoni në tualet që fshikza mos t'ju zgjojë natën. Nëse shtriheni për të fjetur dhe kalon 20 minuta, duhet të çoheni dhe të shkoni në dhomën tjetër. Lexoni një libër, palosni rroba, bëni diçka tjetër që të heqë mendjen nga gjumi. Kur të ndjeheni të përgjumur, gjë që është e paevitueshme, shkoni menjëherë në shtrat. E fundit, por jo nga rëndësia, për të përmirësuar cilësinë e gjumit, mund të merrni suplementin melatonin. Ky suplement plotëson sasinë e hormonit të gjumit që çlirohen në nivele më të ulta në organizëm dhe ju mban në gjumë më të qetë gjatë natës, por duhet të merret gjithmonë në këshillën e një eksperti dhe asnjëherë me tepritës, pasi mund të shkaktojë efekte anësore në shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.